Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndihni. Gjykata kushtetuese shpirton çështjen në Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës deklaron se shkarkimi i tij është antiligjor pasi nuk ka kryer asnjë shkelje. Zëvendës kryeministre Belinda Balluku paraqitet në prokurorinë e posaçmes, pak thot se pohetohet për tenderin e ndërtimit të tunelit në Llogara. Lideri historik i socialistëve Fatos Nano ndahet nga jeta në moshën 73 vjeçare, ish kryeministri Spikati si një ndër politikanët më të rëndësishëm të 3 dekadave. Bexhet Pacolli dëshmon në prokurorinë e Tiranës për aeroportin e Vlorës, biznesmeni dhe ish ortaku i tij janë përplasur për çështjen e aksioneve. Vjojmë gjërësisht, për afro shtator, kushtetuesja shurtoi ankimimin e bërë nga Erion Veliaj për shkarkimin e tij nga detyra. Veliaj tha se vendimi i qeverisë ishte antiligjor pasi nuk ka kryer asnjë shkelje, ndërsa përfaqësuesit e qeverisë dhe presidencës nënvizuan faktin se Veliaj mungoi në detyrë dhe se vetë gjykata kushtetuese nuk ka kompetencë ta shurtojë këtë çështje. Në orën 9:30 ish kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj mbërriti në gjykatën kushtetuese i shoqëruar nga forcat e policisë. Forca Lali! Ka shkelur i Tirana kushtetutën shkarkimit tuaj? Veliaj kërkoi nga gjyqtarët në kushtetuese rrëzimin e vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij dhe rrëzimin e dekretit të presidentit për shpalljen e datës së zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Seanca në gjykatë zgjati 7 orë dhe Erion Veliaj deklaroi se vendimi i qeverisë është i paligjshëm pasi një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rëndë të kushtetutës. Si mund të quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është i formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni i Venecias, siç u relatuar dhe nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. A mos vallë duam që ta legjitimojmë idem se çdo funksionar i zgjedhur mund të largohet nga detyra përmes një arrestimi të përkohshëm, pa vendim fajësie, duke ja marrë popullin mandatin që ai vetë ja ka dhënë këtij individi? Veliaj në betejën e tij kundër qeverisë së drejtuar nga kryeministri Edi Rama deklaroi se shkarkimi i tij për shkak se ndodhet në burg është fyes, veçanërisht sepse vjen nga bashkëpunëtorët e tij. Nuk kisha se si të më fynin më rënd se kaq. Domethënë ka qenë fyrja më e rëndë e ezetësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyrje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyrja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Veliaj akuzoi qeverinë për aplikimin e standardeve të dyfishta. Dhe vërteton kryet e detyrë. Unë jam pafajshëm, i parakullosur dhe vërteton me detyrë. Përballë argumentave të Veliajt, përfaqësuesit e kryeministrisë dhe presidencës theksuan se Veliaj është shkarkuar pasi mungonte në detyrë për më shumë se 3 muaj dhe nuk ka të drejtë të ankohet në gjykatën kushtetuese, por duhet të shkonte në gjykatën administrative. Siç edhe e kemi argumentuar në mënyrë të përsëritur, mungesa 3 mujore nuk është shkelje rëndë, nuk ka të bëjë me nenin 115 kushtetutës, si dhe delegimi i kompetencës nuk zgjidh problemin e paraqitur në këtë rast. Në raport me dekretin, dhe praktikisht do të përballeni me faktin se nuk është çështje e lidhur, nuk është se do bie i pari, vendimi i parë bie dhe i dyti. Do të përballeni me faktin që ju po merrni në shqyrtim dhe po vendosni fatin e një akti administrativ, kur kushtetuta nuk ja u lejon këtë. Në fund të shqyrtimit, gjykata kushtetuese sqaroi se palët do të njoftohen për datën kur do të jepet vendimi. Me mbarimin e seancës, Erion Veliaj hipi në makinën e policisë për të shkuar në burgun e Durrësit ku qëndron prej 9 muajsh. Në 23 shtator, Këshilli Bashkiak i Tiranës i propozoi Këshillit të Ministrave shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryetarit të bashkisë më të madhe të vendit. 2 ditë më vonë vendimi u miratua nga qeveria dhe presidenti i Republikës caktoi 9 nëntorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve në kryeqytet. Veliaj u drejtua gjykatës kushtetuese e cila pezulloi dekretin presidencial.
Ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u arrestua në datën 10 shkurt dhe mbi të rëndojnë akuzat për korrupsion, fshehje të pasurisë, futje të sendeve të paligjshme në burg. Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku paraqit këtë të premte në prokurorinë e posaçme, ku qëndroi për afër 1 orë. Ajo tha për mediat se është thirrur për një çështje në hetim. Në njoftimin zyrtar, SPAK bëri të ditur se Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera lidhur me procedurën për tunelin e Llogaras. Merret të pandehur Ministra e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku. SPAK i komunikoi numri 2 të qeverisë akuzën e shkeljes së barazisë në tendera për tunelin e Llogaras. Deri në këtë fazë të hetimeve paraprake, faktet penale, objekte akuze në ngarkim të pandehurës Belinda Balluku kanë të bëjnë me veprimet e saj në cilësinë e ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por njërën nga procedurat e prokurimit, objekti i këtij hetimi, ndërtimi i tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum-Himar, pjesë e autostradës Vlorë-Sarand, zhvilluar në datën 11/12/2020 dhe pas anulimit të saj, procedura është rihapur në datën 22/6/2021 me fond limit 18 miliard e 967 milion lek pa TVSH. Vet Balluku qëndroi në SPAK për rreth 1 orë, ndërsa për mediat deklaroi: Në respekt të plot organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënie dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Më herët në Prokurorinë Antikorrupsion janë paraqitur edhe disa bashkëpunëtorë të Belinda Ballukut. Ish kryeministri dhe ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano u shua këtë të premte në moshën 73 vjeçare në një spital privat në kryeqytet. Ai nuk mundi të mbjetonte dot arrestit kardiorespiratore dhe prej disa ditësh ishte në gjendje kome. Ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ndorroi jetë pas ditën e kësaj të premteje në moshën 73 vjeçare. Që prej datës 8 tetor, Nano ndodhej në reanimacion në një nga spitalet private të vendit, ku po mbahej nën kujdesin e mjekëve. Gjendja e tij shëndetësore u rëndua dukshëm gjatë ditëve të fundit, ndërsa mësohet se ish lideri socialist pësoi një arrest kardiorespirator, i cili çoi më pas në vdekje klinike të trurit. Prej disa ditësh, ai vuante nga një gjendje rënduar shëndetësore pa shenja përmirësimi. Fatos Nano, një nga figurat historike të Partisë Socialiste dhe politikan e njohur në vend, po 2 vite më parë ju nënshtrua intubimit për shkak të komplikacioneve pulmonare, pasi vuante nga një sëmundje kronike respiratore e njohur në gjuhën mjekësore si SPOK. Më 12 shtator 2024, Nano ju nënshtrua po ashtu një tjetër ndërhyrje kirurgjikale për këmbën e thyer, ku i është vendosur një protezë. Fatos Nano e nisi karrierën politike me njëherë pas rrëzimit të regjimit komunist si kryeministër dhe kryetari i Partisë Socialiste, ai u kthye në figurën kyçe të së majtës. Dua t'u falenderoj për besimin që shprehet. Fatos Nano është një ndër figurat më emblematike në historinë e politikës shqiptare. Një lider i cili drejtoi Partinë Socialiste në qeveri dhe opozit, pas rrëzimit të regjimit komunist. Por cili ishte profili i politikanit që drejtoi për shumë vite të majtot. I lindur më 16 shtator të vitit 1952 në Tiranë, Fatos Nano ndoqi gjimnazin Sami Frashëri dhe në vitin 1975 u diplomua për ekonomi politike në Universitetin e Tiranës. Ai e nisi karrierën e tij politike në vitin 1991, pasi u zgjodh kryeministër i qeverisë së tranzicionit, me qëllim që të organizojë zgjedhjet e para demokratike në Shqipëri. Zgjedhjet në 31 mars 1991 u fituan nga Partia Socialiste e Shqipërisë dhe ai u caktua përsëri kryeministër. Pas 2 muajsh, ai u detyrua të jap dorëheqjen. Ndërsa energjit ishin përqendruar në reformimin e Partisë Socialiste, në opozit me demokratët që kishin marrë pushtetin për herë të parë. Në korrik të vitit 1993, Fatos Nano u arrestua për abuzim nga ndihmat italiane gjatë muajve që kishte qenë kryeministër. Në mars të vitit 1992, Partia Demokratike fitoi zgjedhjet dhe një vit më pas, Nano u burgos
pasi u akuzua për korrupsion dhe abuzim detyre nga gjykata. Ishte në prill të vitit 1994, kur ai shfaqet në gjyq dhe dënohet me 12 vite burgim. Por pas trazirave që pasuan rënien e firmave piramidale, ai doli nga qelia në mars të vitit 1997 dhe përfitoi nga amnistia. Në korrik të atij viti, pas fitores në zgjedhjet e 29 qershorit, ngrihet kabineti qeveritar Nano 3. Por rikthimi në detyrë si kryeministër nuk zgjati shumë, pas dorëheqjes për shkak të revoltës popullore. Pasi u tërhoq nga detyra, Nano ja la drejtimin e qeverisë dyshes së të rinjve, Pandeli Majko si kryeministër dhe Ilir Meta si numri 2. Pak muaj më pas, në janar të vitit 1999, ai jep dorëheqje dhe nga drejtimi i partisë, duke kërkuar thirrjen e Kongresit të jashtëzakonshëm. Por më pas ishte Majko që dha dorëheqjen si kryeministër, ndërsa Nano kishte arritur marrëveshje me Metën, duke bërë ndarjen e postit të kryetarit të partisë me atë të kryeministrit, e përpasoi duke ja besuar drejtimin e qeverisë pikërisht Metës. Pas dorëheqjes së Pandeli Majkos, krijohet Nano 4 dhe si Majko ashtu dhe Meta mbahen brenda kabinetit qeveritar. Kjo do të ishte edhe periudha më e gjatë e Nanos së kryeministër, fiks 3 vite, teksa 3 herët e mëparshme kishte qeverisur vetëm nga disa muaj. Më 3 korrik 2005 Partia Socialiste humbi zgjedhjet dhe shumicën në parlament. Më 1 shtator 2005, Nano dha dorëheqjen si kryetari i Partisë Socialiste dhe u pasua nga Edi Rama. Si deputet i Parlamentit Shqiptar, Nano ka shërbyer në zonën e Kuçovës, Tepelenës dhe e Sarandës. Më lejoni të them që dita më e rëndësishme e jetës time akoma nuk ka ardhur. Ajo do të jetë dita e integrimit të Shqipërisë në NATO. Krerët e shtetit dhe të politikës kanë reaguar duke përcjellë mesazhet e tyre për ndarjen nga jeta të ish kryeministrit Fatos Nano. Presidenti Bayram Begaj në mesazhin e tij ka vlerësuar figurën e Nano si një prej liderëve më të rëndësishëm të tranzicionit politik në vend, duke theksuar rolin e tij në ndërtimin e politikave që shënuan jetën e vendit tonë në vitet 90 dhe 2000. Fatos Nano do të mbahet mend si lider liberal dhe reformator, shkruan ndër të tjera kreu i shtetit. Edhe kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmit të ndarjes nga jeta të liderit historik të Partisë Socialiste. Në një postim në Facebook, Rama ka ndarë një fotografi të Fatos Nanos me mbishkrimin Lamtumir kryetar. Ndërkohë, ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Në mesazhin e tij, ai e ka cilësuar Nanon si një nga personalitetet më të rëndësishme të tranzicionit. Bexhet Pacolli ka dëshmuar në prokurorinë e Tiranës lidhur me përplasjet për aeroportin e Vlorës. Biznesmeni dhe ortaku i tij kanë kallëzuar njëri tjetrin për mashtrim me kuota takuese në aeroportin që është duke u ndërtuar. Biznesmeni Bexhet Pacolli u mor në pyetje për rreth 4 orë nga prokuroria e kryeqytetit. Organi i akuzës e thirrri atë si person që ka dijeni për aeroportin e Vlorës. Për këtë çështje në prokurori janë depozituar 2 kallëzime, një nga biznesmeni Valon Ademi dhe më pas një tjetër nga vëllai i Pacollit kundër ortakut të tij në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Unë isha këtu për dhënë dëshmi për përgjigjen penale që ne kemi parashtruar dhe si person i informuar ndoket se është e drejtë që të shkoj dhe të tregoj kronologjin e çështjeve. Vllai im ka bën ndaj personave ju e dini ndaj kujt dhe unë isha praktikisht si person informuar për të plotësuar ose për të dhënë informata. Ai tha se ka besim se drejtësia do të funksionojë. Përmendet dikush nga qeveria, s'ka qeveria këtu asgjë, ne jemi duke punuar. Qeveria ka një aset kombëtar dhe strategjik. Po ajo është duke u përkry, Biznesmeni dhe ish presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka patur përplasje me ortakët e tij që po ndërtojnë aeroportin. Aktualisht prokurori Ndini Tavani po heton kallëzime të bëra nga biznesmeni Pacolli dhe biznesmeni Valon Ademi në lidhje me kuota takuese në aeroportin e Vlorës. Burime të sigurta pranë prokurorisë konfirmojnë se organi i akuzës së kryeqytetit ka regjistruar procedim penal për mashtrim bazuar në kallëzimin e të 2 palëve, por ende nuk ka emër të regjistruar si person nën hetim. Ligjvënësit socialisti thanë jo kërkesës së opozitës për shkarkimin e presidentit Bayram Begaj. Partia Demokratike këmbguli në Komisionin e Ligjeve se kreu i shtetit shkeli kushtetutën me dekretimin e zgjedhjeve në Tiranë, por për mazhorancën vendimet e Begajt ishin në përputhje me ligjin themeltar të shtetit.
Faleminderit, kryetar. Komisioni i ligjeve rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e presidentit Bajram Bekaj. Pro janë 1, 2, 3, 4, 5. Kush është kundër? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me vetëm 5 vota pro dhe 9 kundër, mazhoranca refuzoi shkarkimin e kreut të shtetit. Më herët Partia Demokratike listoi dhe rastet, ku sipas opozitës, Bekaj ka shkelur kushtetutën, duke nisur nga dekreti për zgjedhjet lokale në Tiranë, e deri tek dekretimi i ministres së inteligjencës artificiale Diella. Shkelja numër 1, dekreti antikushtetues i zgjedhjeve për Bashkinë Tiranë. Ndërprerja antikushtetuese e mandatit të gjyqtarit kushtetues. Ka injoruar fuqinë detyruese të vendimeve të gjykatës kushtetuese, nuk ka përmbushur rolin dhe përgjegjësinë e tij kushtetuese si faktor ekuilibrues dhe moderator i konflikteve politike. Dekreti antikushtetues i ministres virtuale Diella, refuzimin për ndalimin e përfshirjes së trupit diplomatik në fushat elektorale. Shkelja numër 6, ndërhyrja antikushtetuese nëpërmjet kabinetit të tij në procesin zgjedhor, përfitimet personale dhe të të birit në shkelje flagrante të kushtetutës. Por këto argumente nuk e bindën mazhorancën, duke i rikujtuar të djathtëve se disa prej çështjeve të ngritura prej tyre po shqyrtohen në gjykatën kushtetuese. Asnjë nga pretendimet e ngritura në kërkesën për shkarkim nuk plotëson standardin e shkeljes së rënd të kushtetutës. Të njëjtën linjë mbajti dhe kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, i cili theksoi se disa nga vendimet e marra prej Bekajt janë në përputhje me kushtetutën. Neni 86 i kushtetutës e ka shumë qartë. Presidenti është garant i unitetit popullit. Është gjykata kushtetuese ajo që është gardiania e respektit dhe e zbatimit kushtetutës Republikën e Shqipërisë. Pra, presidenti ka caktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë me dekret presidenti sepse ai jep kushtetuta. U ngrit këtu pretendimi nga njëri prej kolegët që presidenti duhet konsultohet me gjykatën kushtetuese. Pavarësisht rrëzimit në Komisionin e Ligjeve, kërkesa e Partisë Demokratike do të kalojë në seancën parlamentare për votim. Lideri i opozitës ka deklaruar këtë të premte se Partia Demokratike do të vijojë betejën edhe pse mazhoranca refuzoi ngritjen e komisioneve hetimore. Sali Berisha mori në mbrojtje Erion Veliajn, duke thënë se ai u rrëmbye nga zyra e kryebashkiakut të Tiranës. Partia Demokratike ka mbledhur grupin për të vendosur si do të reagojnë ndaj mazhorancës një ditë pasi parlamenti rrëzoi kërkesën e saj për të ngritur një komision hetimor për lidhjet e ish zyrtarit të lartë të FBI-s Meg Konigal me politikanët në Shqipëri dhe një komision hetimor për zgjedhjet e 11 majit. Berisha deklaroi se opozita nuk mund të pranojë që të hiqet çdo e drejtë që ja ka dhënë kushtetuta. Është moment historik të dalim zot qytetarëve shqiptar vullnetit tyre të dhunuar. Pasi ka 10 vota dhe mandatet, tani thot sus, nuk u latë flisti. Një lloj si Oditi që i thot s'do më kontrollosh se do vjedh sa të dua. Edhe nëna thot, do vjedh prapë thot, prandaj s'do më kontrolloni. Po absolutisht kurrë më. Berisha shfrytëzoi mbledhjen e grupit për të komentuar paraqitjen e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku në SPAK. Zëvendësja më besnike e Edi Ramës në 25 vitet e fundit, Lubi Balluku, merret e pandehur për një të mitën e vjedhjeve dhe shpërdorimeve të saj. Një të mitën. Dhe marrja e saj e pandehur ishte një akt kalvari i vërtet, do të themi atë që është, për atë prokuror që guxoi të firmos thirrjen e saj. Lideri i opozitës komentoi edhe përballjen e ish kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj me qeverinë dhe gjykatën kushtetuese. Por një gjë i tha publikut sot Erion Veliaj. Çfarë i tha? Kaq vite më parë në X qytet të Kolumbisë, Farku rrëmbeu kryetarin e Bashkisë. Ai bëri paralelizëm që Farku më rrëmbeu dhe mua në Bashkinë e Tiranës. Por, po të kemi parasysh procedurat ligjore të një vendi demokratik, ne nuk mund të themi se ato nuk u shkelen tërësisht një lloj si ato të Farkut, të themi të vërtetat.
Parlamenti do të përsërisë votimin për antarët e Komisionit Rregullator, një prej 3 organeve të KQZ. Sipas ligjit, antarët duhet të zgjidhen me 84 vota, por në seancën e së njëjtës asnjë prej tyre nuk mori numrin e nevojshëm. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi deklaroi se kandidaturat u miratuan pavarësisht mungesës së quorumit. Por, këtë të premte, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi kërkoi anulimin e votimit, pasi asnjë prej tyre nuk mori votën pro të 84 deputetëve. Ju nuk keni as kapacitetin dhe as integritetin e duhur për drejtimin e kuvendit. Ju vionit keni bindjen se mjafton të votoj pro Taulant Balla dhe aktet në kuvend, s'ka nevojë për quorum sipas ligjit, sepse i quani të miratuara, akuzoi Bardhi kryetarin e parlamentit. Por kuvendi sqaroi se votimi për antarët e Komisionit Rregullator do të përsëritet pasi kryeparlamentari Niko Peleshi në fund të seancës ka konstatuar mungesën e quorumit të nevojshëm prej 84 vota pro. Policia zbuloi në Kamëz një bazë të trafikut të veprave të artit. Sende të çmuara ishin vjedhur në shtete të ndryshme dhe silleshin në Shqipëri për të shitur në tregun e zi. 2 persone janë vënë në pranga, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pasi trafikonin në Shqipëri objekte me vlera historike dhe kulturore të vjedhura në shtete të ndryshme të Europës. Veprat e sekuestruara, piktura, skulptura, ikona, punime druri, dokumente të rralla dhe albume me pulla poste ruheshin me qëllim shitjen në banesën e 2 pjesëtarëve të grupit kriminal që janë Babe Bir. Përveç veprave janë sekuestruar edhe 2 automjete që përdoreshin për transportimin e objekteve si dhe 2 celular. Nga kontrolli i banesës në Kamës ku jetonin Babe Bir u gjetën 31 punime druri të gdhendura me motive të ndryshme, 3 skulptura në forum dhëmbi elefanti, 6 piktura të autorëve të huaj, 411 albume me pulla poste të shteteve të ndryshme të botës, një proces verbal original francez i vitit të 1925, objekte të tjera me vlera artistike dhe historike, përfshirë një shpat metalike, një skulptur shqiponje, një vazo qelqi dhe një valixhe druri me punime dekorative. Policia po heton për identifikimin e personave të tjerë që dyshohet se janë përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Kemi ardhur në fund, bashkë natën e mirë.